herë Muhamedi ka mësua se me pi urinën e devës të shëron. Nevojitën atëherë kur nuk ka se me çfarë të ushqehet. Mënyra se si Zoti i Madh e ka bërë qumshtin e saj mrekulli dhe ilaç, po edhe urinën e saj mrekulli dhe ilaç madje para disa kohësh, po lexoja një studim amerikan dhe e kam shpërndar në Facebookun tim, se si, domethënë, ishte zbuluar prej saj një lloj ilaçi i cili shëron kancerin. Wow! A dëgjuat vllazën? Urina e devës jo vetëm se shëron, po dhe shëron pej kancerit. O, sa njerëz të dashur kam hup pej kancerit. Edhe ju që po dëgjoni ditë për ditë, desi njerëzit pej kancerit, bajnë kemoterapi. Pse se dëgjoni Muhamedin e Hoxhën me pi urinën e devës edhe shkov kanceri? I kanë shpjegua, tha, shkencët amerikane. Çfarë budalaç është vllazën? Por e kanë zënë mënyrë të re. Kur me ju tha unë se Muhamedi ka tha se urina e devës ju shëron, me pi urinën e devës ju shëron, kishi me tha ti e qafir, islamofob ti re. Kur i dëgjonin nga hoxhat, njajta gjana, të gjithë, si mos kishi tru as pak, në atë moment të gjithë e dëgjojnë, si ky djali, reporteri shkret e dëgjon, e të gjithë bojnë, alhamdulillah. O, Muhamedi thot, me pi urinën e devës të shëron, alhamdulillah. Hoxha thot, urina e devës shëron nga kanceri, alhamdulillah. Po përdorni logjikën, more vllazën.